رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذا تندرشم fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall I cili na ka bën pjesëmarrës të këtij din. Falemndrojmë Allahun Azza wa Jall I cili na mësoi në çdo gjendje besimtari se si të sillet, gjithashtu na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi veprat më të dashura të Allahu Azza wa Jall në veçanti në kohrat e sprovave. Gjithashtu treguam në dersin e kaluar se Allahu Azza wa Jall na njoftoi në Kur'anin e Kerim se na ka pru Allahu në këtë botë për të na sprovu. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që sprovat që na vijnë nga ana Allahu Azza wa Jall të na mundsojnë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të na ndihmon që t'i kalojmë në atë formë dhe në atë mënyrë siç është Allahu Azza wa Jall I kënaqur e një ditë kur takohemi me Allahun Azza wa Jall që të na ban Allahu gjithashtu neve të kënaqur me ta. Pra vëllezër të ndershëm, sot me emrin Allahu Azza wa Jall do të njihemi me disa çështje që Allahu Azza wa Jall na njoftoi në Kur'anin e Kerim apo na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në kohën e sprovave na I lehtësojnë sprovat. Pra si kena mundësi që ne, pasi që jeni rob të Allahut të dobët, si keni mundësi që ne të forcohemi në kohën e sprovave, pra Allahu Azza wa Jall është ai që na krijoi. Është Allahu Azza wa Jall gjithashtu që na paralajmëroi se do t'ju sprovoj. Gjithashtu Allahu është I vetmi që sprovon robët e Ati dhe është Allahu që na mësoi që në kohën e sprovave si të qëndrojmë dhe si të kalojmë. Pra vëllezër të ndershëm, transmetohet nga njëri nga të parë ton I cili thot: kur më vinë sprovat dhe më kujtohet një ajet që Allahu Azza wa Jall këtë ajet e ka bën që të lexohet deri në ditën e gjykimit, tha besoni se I harroj sprovat nga mirësia e këtij ajeti. Cili është ky ajet që Allahu Azza wa Jall tregon dhe fillimisht e fillon ajetin dhe thot Allahu wa bashiris sabirin, përgëzoj durimtarët, alladhina idha asabethum musibe, ata të cilët kur I vjen një musibet, kur I vjen një telashe, një problem, me njëherë
ata I kthehen dhe I kujtohet Allahu Azza wa Jall dhe thojnë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe kthimi jon është tek Allahu Azza wa Jall. Tha ajeti që vijon është ajeti më I dashur në zemrën time se dunjaja dhe çka ka në ta. Nga se Allahu ka premtu për dorimtar. Në kohën e musibeteve 3 dhurata, thot ki prej të parëve ton, vetëm njëna dhurat ka vlerë më shumë se sa dunjaja dhe çka ka në ta. Thot Allahu Azza wa Jall ulaike alejhim salawatum min rabbihim. Kjo është dhurata e parë. Për dorimtarët, thot Allahu Azza wa Jall, kënaqësi dhe lumturi për ta, nga se është Allahu Azza wa Jall që krenohet dhe I lavdron dhe I përmen ata dhe në mesin e krijesave më të dashur të Tij. Ulaik alejhim salawatum min rabbihim. Jo prej një krijese si ata, po ato kanë lavdrata për shkak durimit të tyre prej krijuesit të tyre. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall ulaike alejhim salawatum min rabbihim wa rahmeh. Kjo është dita dhurat që Allahu Azza wa Jall ka premtu, dhe Allahu kur të premton për mirë nuk e thën premtimin ati. Kemi tregu në derset e kaluar se Allahu Azza wa Jall kërcënimin ka mundësi të ndryshon, ndërsa premtimin Allahu kur asnjëherë nuk e ndryshon. Allahu kërcënohet me zjarr, pastaj robi Allahut kërkon falje, Allahu e fal. Dhe anulon Allahu kërcënimin e tij, ndërsa nuk përshkruan Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit Allahut që Allahu Azza wa Jall ta thën premtimin e atij. Ulaik alejhim salawatum min rabbihim. Pra ata dorimtarët janë ata që Allahu lavdrohet, Allahu I përmen për mirë ata, dhe Allahu Azza wa Jall I përfshin ata me rahmetin e Tij. A pejgamberi Allahu na ka tregu se s'ka mundësi njeriu të arrijë në xhennetin e Allahut Azza wa Jall me veprat e tija, po njeriu me çka e fiton xhennetin e Allahut? Njeriu e fiton xhennetin e Allahut me rahmetin e Allahut. Pra për dorimtarët, Allahu ka pru garancia, pasi që Allahu Azza wa Jall të lavdron ata, pasi që Allahu për mirë t'i përmen ata, Allahu I përfshin me rahmetin e atij në dunja dhe në ahiret. Dhe thot Allahu kjo dhurata e tretë, wa ulaike humul muhtedun. Nëse doni me ditë cilët janë të udhëzuar në këtë dunja, këshirni ata që sprovohen dhe bëjnë sabër, thot Allahu kanë garancë prej jonës Allahut se thuaj se të vetëmit në këtë dunja në kanet e lashave dhe musibeteve që janë të udhëzuar. Për këtë arsye transmetohet nga Omer ibn Abdulazizi, I cili ka thonë, nëse Allahu ta ka dhonë një nimet, nëse Allahu robit ati ja jep një të mirë, pastaj që të mirë Allahu ja merë, pra sprovon, ja merë që të mirë që Allahu ja ka dhonë dhe ja zavendëson në vend të asaj të mirës me dorim dhe sabër, tha duhet ta dinë se Allahu çka I ka morë është me ma pak vlerë se ata që ja ka dhonë. Pra e kuptove tash Ibn Qayyim kur tha se Allahu nuk merr diçka vetëm me të dhonë, dhe Allahu nuk çmon vetëm me të pasru, Allahu nuk të sprovon vetëm për të shpëtu, dhe Allahu nuk ban që të vdish vetëm për të rinjallë. Këtë tha Ibn Qayyim që Allahu nuk merr diçka vetëm me dhonë. Allahu Azza wa Jall nuk e merr njani diçka vetëm mi dhonë diçka më e mirë se që e ka pas. Për ata në rrëfen gjithashtu Ibn Qayyim dhe thot, këshire fëmijën që janë në embrion, fëmija I cili janë barkin e nonës, o shqejet në përmes këthizës dhe ata me gjak, derisa të lindë dhe I prejet këthiza mbyllët, pra kanali në përmes të cilit është o shqej. Tha Allahu ja mbyll këtë kanal dhe ja hap di kanale më të mirë me një ushqim, më me vlerë se aja që ja ushqej.
pra pasi që ushqejt në muaj me gjak, Allahu ja ndërpren këtë risk, pra e sprovon këtë fëmi, e ndërën këtë dënja për t'i dhonë di kanale me qumsh. Dhe ata tha vazhdon 2 vjet, mas 2 vjetëve ja ndërpren dhe ja gjithashtu dhe këto kanale, a dini përse për t'ja hap 4 kanale të ushqimit, 2 prej atinve han, e ndi nga ato pien janis fëmia, tha me ngron dhe me pi, ha prej bimeve të lloj-llojshme, dhe Allahu ja mundsoi që të han dhe mish, pra ja boni halal dhe kafsh të ndryshëm, ja fillon gjithashtu me pi qumsh dhe ja fillon me pi ujë. Këto 4 kanale vazhdojnë me ta derisa të vdese. Ditën kur vdese i mbyllën këto 4 kanale, që Allahu Azza wa Jall që hapet të dirë të xhennetit, dhe nëse ha banori i xhennetit që të hinë në përmes të dirëve të Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu nuk merë vetëm me dhonë, se Allahu nuk është i nevojshëm për ne, po ne jena ata të cilët jemi të nevojshëm për Allah. Për ata Ibn Qayyim i tha, normal se është e idhë sprovat e robi Allah, veçëm për një arsye, për çkak se nuk e din të ardhmen. Sikur ta kish dit të ardhmen, sikur ta din se çka ka pas asaj, tha do ta kishte dash sprovën ma shumë që e don nimetin dhe begatin Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall besimtarët i pasuroj me din, i pasuroj me besim, dhe i ndallojnë nga krijesat qera të Allahut Azza wa Jall. Dhe i mësoj se në kohën e rastave të sprovave, si kanë mundësi ata që sprova që kalojnë parath atyre, që lecojnë vetës atyre, a ne e dim se thuaj se sprova a esencialet e birja dim. Diko sprovohet në trup, që ti sprovohet në pasuri, dhe i treti sprovohet në familje, edhe kështu me radhë. Mirë po sprova me eron, atë të sprovohesh në din dhe në fe. S'ka sprovë më të madhe. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall treguam dersin e kaluar, Allahu nuk e sprovoi Firaunin as në familje, as pasuri, as në pozit. As nuk e sprovoi Allahu Azza wa Jall, si që shënon historia Kenan ibn Nemrudin, të në jetën e vetë. Pushtetar i madh, qeveritar i madh, pasurit të madhe, a nuk e dishin të shkretat se sprova me madhe e tire ishte në din, ishte në fe, se për ndrishe Kenan ibn Nemrudin, s'kish pas mundësi me i thonë vetë se une jam Zot, e as Firauni nuk i kish thonë vetës e ti se jam Zoti më i lartë, si kur që Allahu ta ke sprovu në jetën e vetë. Mirë po, për shkak se Allahu Azza wa Jall, për shkak se Allahu Azza wa Jall nuk e sprovoi, e ai u manit dhe u bë krijelar dhe i tha vetës të ti, jam Zoti i botrës, jam Zot krijues. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall besimtarët i sprovon më shumë nga se i don. Pra do të shohmi, si që thot Hasan al-Basriu, dinë vëllezër, se durimi pas provës është një thesar. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë thesar nuk i adhuron vetëm robëve të tij që i don. Pra ata të cilët na i lecojnë neve sprovat, është mësimet e Allahut Azza wa Jall. E para nga ajo, besimtari e din se nuk ndodhen si përfaqen e tokës, e as në vetën e ati, as gjatë tjetër përpos që atë që Allahu e ka caktu, dhe ata Allahu Azza wa Jall e ka shkru, dhe Allahu Azza wa Jall e ka caktu para se ne me qenë në këtë dunjo. Pra fli rahat, rri rahat, se s'ka mundësi të ndodhe asgjë, vetëm atë që Allahu e ka caktu. Thot Allahu në Kurani Kerim, Kull la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj me plot goje se s'na ndodh dhe nuk sprovomi, vetëm me atë që Allahu Azza wa Jall e ka pa që të sprovomi me ta. Thot Allahu, ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tha nuk ndodh një musibet në tokë, as në vetën tuaj, vetëm kjo ka qenë e caktuar dhe e shkruar para se ta krijojmë tokën dhe njeriu. Pa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall e ka shkruar çdo sen që ka me ndodh në tokë dhe në qiell 50.000 vjet para se Allahu ta krijon tokën dhe qiellin. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo drejtu Aba Hurejrës dhe i tha: Ja Aba Hurejra, Gjeffel kalem bima ante laqin. Mos u brengos ja Aba Hurejra se a tha ngjira, ashtë tha ngjira që është shkru gjdo sen që ka me të ndodh ti. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoj Ibn Abbasit besimin duke qenë i vogël dhe duke i thonë: Ja Ibn Abbas, o ti voglush ndëgjo, kejt bota më mledh me të bot dam, s'kan mundësi me të bot dam vetëm atë që Allahu e ka shkru. Dhe kejt dënjoja më mledh me ta sjell një dobi, s'kan mundësi që ta afrojnë dhe një të mirë, vetëm atë që Allahu azza wa jall e ka pa të vjenet e ti. A ka pasuri me e madhe se kjo? A ka pasuri me e madhe se kjo? Korse ne ndëgjojmë Perëndim sa njerëz varën për shkak probleme dhe frikave, stresave, sa spitale janë të mbushur me njerëz të sëmur për shkak se kanë këtë zbrastin në zemrat e tyre, dhe i ndodhi dhe ki musibet dhe muslimanët kur i zbrazën zemrat dhe gjoksat e tyre me atë që Allahu azza wa jall ja zbriti në marmës Gjibrilit a.s. që të njeriu para se të vesh petkun e ti, njeriu të pranon besimin plotësisht. Pra ndëgjon në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dije se vallahi me dhon sadaka, dije se vallahi me dhon lemosh dhe sadaka, dukat dhe altan, sa kodra Uhudit. E pastaj nuk e beson caktimin e Allahut dhe nuk e beson që ajo që të ka ndodh s'ke pas mundësi me i hik, dhe ajo që s'ka ndodh dhe s'ka godit s'ka pas me ndodh, tha Allahu nuk ta pranon këtë sadaka. Pra ai që nuk e beson që çdo sen që në ndodh është me caktimin e Allahut, ati nuk i vlen as haxhin, as agjerimi, as sadakaja nuk pranohet e Allahu deri kur? Deri ta besojmë se nuk ndodh as një sen pa caktimin e Allahut azza wa jall. Pra atë tha pejgamberi Allahut që e transmeton Zeid ibn Thabit, tha dije se nëse Allahu e dënon diken, e dënon dhe i drejt është në dënimin e tij. Dhe nëse Allahu e mëshiron diken, jo që e ka meritu mirë, po mirëshira Allahu tash më e madhe se vepra e tij. Dhe di o vëlla musliman, se Allahu nuk ta pranon lëmoshën tonë qoftë edhe sa kodra e Uhudit me dukat, përderisa nuk e beson që çdo sen që ndodh në tokë apo në veten tonë, në familjen tonë, në jetën tonë, është me caktimin e Allahut. Dhe ajo që s'ka godit, s'ka pas me të godit, ajo që t'ka godit, dije se është me caktimin e Allahut, s'ke pas mundësi me i hik. Pra të tha pejgamberi Allahut, mos thuni sikur apo për çkak se ja hap dirë shejtanit, po binduni se ajo që të ndodh është me caktimin e Allahut, dhe Allahu azza wa jall para se me ardhën këtë jetë, Allahu ta ka caktuar që me të ndodh. E përse ajo të ka ndodh? Përse Allahu azza wa jall e ka caktuar që të ndodh? Normal se ka hikmet dhe urtësia, që shkurt pamësia e jonë s'ka mundësi që t'i shofe të parën herë, mirë po aji nëse jeton dhe pajtohet me ta, aji do të ngadhnjën dhe do të del fituas në fund. Pra vëllezër të ndershëm,
S'ka dyshim se çdo sen që ndodh është me caktimin e Allahut, dhe ai që pajtohet me ta çka ka për ta. Ai që pajtohet me ta ndodh sikur që Allahu Azza wa Jall e ka caktu, dhe ai përfundimin sonin e ka me shpërblim. Thot Ali ibn Abi Talib, ai cili pajtohet me caktimin e Allahut ndodh ashtu si e ka caktu Allahu dhe del apo përfundon me shpërblim. Ai që nuk pajtohet me caktimin e Allahut, mos pajtimi të ati me caktimin e Allahut nuk e ndal caktimin e Allahut, po i ndodh si që ka pa Allahu. Vetëm se çka ndodh me ta, fa e përfundon ai këtë musibet e shijon, ama nuk ka shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Për atë pejgamberi Allahu tha innama sabru inda sadmetil ula, pra sabër duhet dhe durim njeriu duhet me mban në veçanti në sprovën e parë, dhe nuk e ka shiju realitetin e besimi, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot në këtë hadith wa ma balagha abdun haqiqatal iman, nuk e ka arrit realitetin e besimit hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li ukhtihi. Nëse don besimin komplet ti me mor dhe me arrit deri te besimi i pastër, thot ti nuk e ka arrit realitetin e besimit derisa të dish, të pajtohesh se ajo që të ka ndodh s'ka pas mundësi me hik. Kej dënjaja mo qu, s'ka pas mundësi me të shpëtu. Wa ma akhta lam yakun li yusibu, ajo që s'ka godit s'ka pas me ndodh. A thot pejgamberi Allah, radje men radje, kënaqet dhe pajtohet kush don të kënaqet dhe flen rahat, sakhita men sakhit, dhe kush dojen e t'i dhnohet, mirë po nuk i ngel ati vetëm hidhrimi apo brengët të cilët i ka pas ai. Pra mos thoje mos kishta nejt me filanin, mos kishta shku në xhami, apo mos kishta bo dhe ketë, nuk kishe godit, di vllai dashur, nëse ti kishe hin shpellën tone, nuk kishe dal pi çerdhës tone, do të kishte ndodh atë të cilën Allahu Azza wa Jall e ka ndodhen, e ka caktu të ndodh, dhe thot pejgamberi Allahut, ai që nuk pajtohet me ketë, do të hije në zjarr. Për çka këse e mohon caktimin e Allahut Azza wa Jall. E dita që ja lecon njeriut sprovat dhe të lashet në këtë dunja, është që të pajtohet me atë që Allahu Azza wa Jall e ka zgjedh për ty. Pra se e din se Allahu Azza wa Jall a mëshirë plot, nëse e din se Allahu Azza wa Jall është në këtë kohë dhe në këtë rast, ta ka zgjedh të sprovon, dhe sprova ka qenë atë sa të bën ty, për çka se Allahu na ka tregun Kurani Kerim se Allahu nuk e sprovon njeriun ma shumë se mundet me ba. Si ti takon besimtarit në këtë rast të sillet me Allahu, të pajtohet me atë që Allahu e ka zgjedh për ta, nga se nëse nuk pajtohet, pyet shumë për ta, ko polemizon me Allahun shumë, runa Zot i përngjet shejtani që Allahu e dëboj pej rahmetit Allahu. Allahu Azza wa Jall i ornoj melekët, në mesin e cilëve ishte dhe shejtani t'i ban sejdë Ademit, a i fillon të polemizon me Allahun. A dini përse shejtani polemizojnë? Për çka se e pa vetën ati në këtë rast, në këtë qast, që nuk i vlen a i t'i ban sejdë Ademit, e u bo krije lartë në këtë, dhe nuk u pajtu në këtë moment, me atë që Allahu e kërkoj prej ati, nuk u përgjigj urdhit Allahu, u dëbu nga rahmeti Allahu të zogjel. Runa Zot dhe neve me rasprovu Allah, dhe në këtë rast në vend se mu pajtu me Allahu në tanë, pasi që Allahu e ka zgjedh në këtë kohë të sprovoje, dhe në ta ka urëci dhe i kmete, që s'ke mundësi ditët e para ti me i po ata, në vend se ti mu pajtu me ta, ti polemizon, ti kundërshton, sikur që Allahu Azza wa Jall e ka zgjedh një send jo të duhur, në momentin jo të duhur,
dhe në këtë rast si ke mundësi ti apo unë dhe të qertë me përshkujt vetën, si që ka thonë Allahu Azza wa Jall, ato që e dojshin Allahu, ato që besojshin me Allahu, vetëm kur Allahu i urdhënonte, ato thoshin semi'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam. Para transmeton Ebu Uthman el-Hujri, i cili thot që 40 vetë s'u kujtohet, që 40 vetë asnjëherë s'u kujtohet që Allahu Azza wa Jall më ka sprovu me diçka e të jem hidhnu apo të më ketë ardhë keq. E pyetën Ebu Uthman el-Hujrin dhe i thanë, përse si ka mundësi njeriu një të lashe, një problem, një sprov me ardhë ati dhe a i mus mu brengos. Ndëgjoni Ebu Uthman el-Hujrin që ka thot, për çka këse une nuk e disha cëlla është me mirë për mu, a kur të vene një sen që e du, apo kur të vene një sen që se du, se Allahu ka thonë në Kurani Kerim, ndoshta keni mundësi ju me dash diçka, ashe keqe për ju, përfundimin e ka të keq, ndoshta diçka ju e pëlqeni, përfundimin e keq, amo ndoshta diçka ju nuk e pëlqeni, mirë po e ka përfundimin e mirë, dhe Allahu e ka përmbyll këta jetë dhe ka thonë, Wallahu ja'lemu, wa antum la ta'lamun. Përfundimin kush e din? Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye masi Allahu e din, tha unë ishte ai që nuk e di. E nuk e disha, të mirët kur unë vishin, a janë sprov dhe përfundimin ta ken do ta ken tith, apo kur unë vishin të lasha dhe sprovat, ndoshta përfundimin e kanë të mirë. Për këtë arsye më kanë bo që 40 vite me jetu kur me Allahun Azza wa Jall mos më idhnu. Ebu Dharr el-Ghifariun e banën intervjist dhe i than, ja Ebu Dharr, a mund ti me na tregu cilët kanë qenë sendet më të dashura në jetën tonë? Ebu Dharr el-Ghifariun o përgjigj dhe tha, 3 sende kanë qenë më të dashur të unë. Ndëgjoni vëllezër, Ebu Dharr el-Ghifariun, ato që i përmbushën zemrat e tyre me besim dhe iman, çka donte Ebu Dharr el-Ghifariu, cilët ëndrat e Ebu Dharr el-Ghifariu, kose na me na pyet neve cilët janë ëndrat e tua në këtë dënja, që ditësh edhe ti çka lipi. Pa Ebu Dharr el-Ghifariu tha, më të dashura në jetën time kanë qenë 3 sende. E para, të jemi uritur. E ditën, se mundja ka qenë ëndra ma e dashur në jetën time, dhe treta vdekje. E pyetën Ebu Dharr el-Ghifariun si ka mundësi. Untësia qëtë e dashur të tim, tha se kur jam i unë, tha ma zbutet zemra. Tha kur jam i unë, tha e një zemrën ma afër Allahut Azza wa Jall, ma modeste ndaj Allahut Azza wa Jall, se kur jam i ngopur. Tha e ondra e dit dhe dëshira e dit, tha ja Ebu Dharr pse smunjen e do, tha se smunja njerju në pastron prej gjunave. Ebu Dharr el-Ghifariu dinte çka donte, edhe pse fillim ishte idh, ama e dinte ambëlsinën mas asaj. Pse ja Ebu Dharr vdekjen pedon, tha se pas vdekjes nuk ka diç tjetër pos takimi me Allah. Tha e dishta se të dashurin, atë që jam përmallu për ta, s'ka mundësi të takoj vetëm pas vdekjes, për këtë arsye dhe unë jam ai cili e du vdekjen për shkak se mbas vdekjes nuk ka diç tjetër vetëm me takimin me Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, ai që adhuron Allahun Azza wa Jall, ai që adhuron Allahun Azza wa Jall, pajtohet dhe me atë që Allahu e ka zgjedhur për ty. Për çka se Allahu Azza wa Jall nuk është që i sprovon robët e ati për çka se a i dhnu me to, pa Allahu Azza wa Jall i sprovon robët e ti për t'i afru, për t'i pastru dhe për t'i shpëtu. Për këtë arsye, të parë tonë ishin ata që cilët më tepër e dojshin caktimin e Allahut, se sa diçka të mirë e përkohshme për to.
ndëgjën e këtë ngjarje të çuditshme që rrëfen na tregon Imam Ghazaliu, tregon për Saad ibn Abi Waqqas. Na edhim Saad ibn Abi Waqqasi, daja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte njani që Allahu ja pranon të lutje dhe dua. Transmeton Abdullah ibn Saib, i cili thot: kur e çliru Mekën, Saad ibn Abi Waqqasi ishte në Mekë, dhe çdo njani nga ne kur kishte ndonjë nevojë, tha shkonte te Saad ibn Abi Waqqasit, i thonte: ja Saad, lutë Allahut për këta, ai ju lut te Allahut, e Allahu na u përgjigj. Saad ibn Abi Waqqasin tha u pacmu në fund të jetës ati dhe u pat qëru. Tha Abdullah ibn Saib, tha shkova një dit, i thash: ja Saad, dunjajës po i ban dua, për kejt musliman po lutësh, gjdo kus që ka një nevoj po lutësh për ta. Tha: ja Saad, as banjsh një lutje për sit e tu, që Allahu Azza wa Jall ti ktheje shiqimin edhe ta kthejet pamjen që e ke pos. Saad ibn Abi Waqqasi ju përgjigj Abdullah ibn Saibit dhe tha: atë që ka zgjedh Allahu për mu, është më e dashur te unë se atë që unë e dëshiroj. Atë që ka deri Allahu, caktimi Allahut me qenë Saad ibn Abi Waqqasi në fund të jetës ati qor, është vallahi më e dashur te zemra e Saadit se sa të kthehet syri dhe të shef edhe njëherë në këtë dunjo. Këta janë ata njerëz të mrekullueshëm, për çka se e kanë ditë se Allahu Azza wa Jall nuk cakton diçka vetëm mirë për ta. Pa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur ta don një popull e sprovon, dhe ata e kanë kuptu mirë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Mutarrifi, i cili thot: shkova te Imran ibn Husaini ta vizitojnë në fund të jetës ati, dhe ai u ankonte pra kish smundje të mëdhaja në fundin e jetës ati. Derisa disa dit nuk shkova ta vizitojnë, e pastaj i thash: ja Imran, kam dëshirë vallahi për çdo ditë të vi të vizitoj, nga se e di se pejgamberi Allahut ka thonë: ai që një viziton një të smuar një mëngjes, 70.000 melek lutën për ta, dhe ai që e viziton një të smuar në brom, lutën 70.000 melek për ta deri në mëngjes. Mirë po shkaku që smuj me ardh me të pa, se vërtet vëllasën pe përballoj me të pa, e ti në atë gjengje kur po shof se sa smundje të randa të kanë kaplu. Imran ibn Husaini tha: mos e përsërit këta, se vallahi atë që ka zgjedh Allahu për mu është më e dashur se sa kur kam qenë i shnosh, nga se Allahu Azza wa Jall nuk e zgjedh diçka për robin e vet, vetëm atë të cilën është më mirë për ta. Gjithashtu ajo që na i leçon sprovat, duhet ta mendon njeriu se përfundimin sprovat e kanë të mirë. Duhet ta kujton gjithashtu njeriu se sa çka ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët sprovon dhe përfundimin e kanë pastrim nga gjunat, përfundimin e kanë gjithashtu ata që sprovon, ja kujtojnë ditët e mirësisë, ja kujtojnë nimetet dhe begatit e Allahut Azza wa Jall. Shumë mirësi, shumë begati gjendet njeriu në ta, mirë po i harron. Allahu e sprovon me ja kujtu, e pastaj Allahu sprovët ja largon që të jetë falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye gjithashtu prej veprave dhe çështjeve që njeriu t'i ja largojnë sprovat apo ja zvoglojnë, është që në kohën e sprovave nuk duhet të harron nimetet dhe begatit e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall vazhdimisht na i ka ofru. Pa transmetohet nga njëri të parëve ton, i cilin Allahu Azza wa Jall e pa të sprovu, derisa ja pa të mpre durt dhe kom, e ai e thonë të një lutje, ja thonë të Allahut Azza wa Jall, tha: alhamdulillahi alladhi
afani mimma btala bi kathiran minan nas. Falemndroj Allahun Azza wa Jall, i cili më ka sprovu me sprova të shumta që i ka sprovu krijesat e tij. Dhe unal një kalimtar pranë atij dhe i tha: me çfarë të mirë Allahu të ka dallu dhe me çka Allahu s'ka sprovu që i ka sprovu krijesat tjera. Po të shoh që Allahu të kalon pa kom dhe pa krah. Cilët janë ato të mira që Allahu t'i ka dhënë. Ndëgjoni vëllezër me çka ju përgjigj ke musliman. Ke u përgjigj dhe tha: elhamdulillah që Allahu s'm ka sprovu me shumë sprova që i ka sprovu krijesat e tij. Ta cilët janë ato sprova që i ka sprovu dhe ti e s'ka sprovu me ta? Tha Allahu s'm ka sprovu me kufër dhe shirk. Alhamdulillah që Allahu Azza wa Jall s'm ka sprovu me kufër dhe shirk. A nuk e meriton që ti baj Allahu të sejdë natën dhe ditën? Ta falemndroj Allahun Azza wa Jall që nëse ti je akuzu dhe je fajsu për shkak pastërtisë së dinit tanë, veç si që e pak aj që ta akuzon, a sprovu me një sprov, që të lashet e asaj sprove i ka në dunja, dhe të pashmangshme kur në ahiret. Allahu i ka sprovu me kufër dhe shirk. A ka sprov më të madhe, që Allahu i ka burgos shumë njerëz, jo në murit e burgjeve, po i ka burgos Allahu në lëkurat e tyre. Ja ka burgos zemrën e tyre. Kur Allahu Azza wa Jall nuk ja ka zgjeru gjoksin, nuk ja ka hap dirt e gjoksin dhe zemrës të tyre, që ta kapin dhe ta kuptojnë të vërtetën dhe ta besojnë krijuesin e gjithësisë, ende hanë dhe kalojnë se njeriu e ka prej ardhen prej majmunit, ende hanë dhe miren, apula për para voja. Pra vëllezër të ndershëm, paramendo çfarë nivele Allahu i kalon të gjertë, kurse neve Allahu na ka ngrit, ko na ka pasuru Allahu me besim, na ka mësu dhe na ka paralajmëru, se gjithashtu dhe juve diç nga pak, juve do t'ju shkuni pak, që t'ju pastroj nga mëkatet, takoni me Allahun Azza wa Jall faqebar, të takoni me Allahun pas një mëkat, për këtë arsye ki sprovuar në sin, apo i sprovuar në vesh, apo i sprovuar në gjimtyra, tha elhamdulillah Zot, që më ke sprovu, si që sprovove fqinja dhe kojshit ton në besimin e tyre, i sprovove ta në më të shtrenjtën të tyre, i sprovove ta në besim dhe në fe. Për ata ka dishurejh të ceka në dersin e kaluar, kur o sprovën të dhënë të elhamdulillah Zot, që nuk e bane sprovën ton të jetë ndin, të jetë në fe. Elhamdulillah, pra ata që janë jashtëdamijës, ata që kur janë alergjik me xhamin, janë të sprovuar në fe. Pra vëllezër të ndershëm, thuaj elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall nuk na ka sprovu në fe. Për këtë arsye njeriu në kohën e sprovës duhet mos të harron nimetin dhe begatin Allah. Hasan al-Basriu në komentin e fjalës Allah, që Allahu Azza wa Jall thot: innal insana li rabbihi lakanun. Vërtet njeriu a për buzësh i Allahut të tij. Tha di çka ka dash me thonë Allahu në këtë jetë. Ka dash me thonë dhe ka pas për qëllim për buzëshin i cili vetëm se ankohet dhe i përmen musibetet e i dhe i haron të mira dhe nimetet. Allahu e sprovon, Allahu jasmun e vladin, me reher fillon të ankohet. Ka dal e vllai dashër se dikujt Allahu e vlad fare si ka dhonë. Nga ma nga dal se Allahu të ka mundësu të martosh, dikujnë e ende Allahu s'ja ka mundësu të martosh. Pra ki haron nimetet e Allahut, vetëm ankohet për Allahut Azza wa Jall. Pra ndëgjoni Urwat ibn Zubair, i cili u sprovu për derisa ishte në udhë, ishte në udhëtim,
Urwat ibn Zubayr i paraqitet një smundje në këmbë dhe mjekët në rrugë konstatojnë dhe vendosin që t'i prehet koma Urwat ibn Zubairit dhe afrohen te Urwat ibn Zubayr dhe i thonë ja Urwa, atë japmi diçka të ta humbë vetdijen që derisa ne ta prejmë komën dhe mos ta nish dhimbjen e premjes së komës. Urwat ibn Zubayr i përgjigjet dhe thot jo, nga se Allah Azza wa Jall më ka sprovun këtë çast që të më shofe sa durimtar jam. Allah s'ka nevoj për komën e Urwas. Allah Azza wa Jall më ka qu këtë sprov të më shiqoje sa durimtar jam. Pra elhamdulillah Zot, ka gjvite ti më ke dhonë këtë kom, me ta kam hedh dhe nuk jam anku. Sot do të regoj kur ke zgedh me më sprovu, se Urwa edhe në kohën e sprovës, pasi ke dëshirë të shikoj sabrin e Urwas, Urwa do të bën durim pasi të mbështetësh ti. Ja prejnë komën, ven lajmi se gjali ti Muhamedi ka vdek, ngritët Urwat ibn Zubayr dhe thot, elhamdulillah o Zot, më tepër lave se sa morë, më tepër lave se sa morë. Ja Urwa, ko e sprovës, s'ka qast edhe ko për të mendu për të mirat. Ja, Urwa ende në këtë rast i kujtoj dhe ju kujtu të mirat e Allah. Tha më tepër lave se sa morë, 4 gjimtira mi dhave veç një e morë, ke muj dhe 2 dhe 3 dhe 4, 7 gjem me ke dhonë, veçëm një më morë, 6.000 lave. Pra këto janë ata të cilët dhe në kohën e sprovave i nuk e arrojnë begatit dhe nimetet e Allah. Ajo që ja fladit gjoksin, ajo që ja freskon gjoksin të sprovuarit në kohën e sprovës, në veçanti në ditët e para. Si thot Ibn Qayyimi, leti numroje nimetet begatit e Allah, do të shofe se së një del në gjosh. Mosibetet janë pak, krahasim me nimetet, nëse ai insiston të mirët me atë sprov, atëre le ta kujton qatë nimet që e ka pas. Dhe le ti kujton të partë e ati që janë sprovu, dhe si kanë bon sabër dhe qka kanë vepru. Kja është Ejubi a.s. Ejubin a.s. Allahu Azza wa Jall e sprovon në moshën 70 vjeçar. E sprovon Allahu në pasuri, falementon dhe i hum pasuria të gjithë. E sprovon Allahu në vlad, i vdesin gjithë fëmijët e Ejubit a.s. Dhe Allahu Azza wa Jall e sprovon në shoqëri, i largohen kejt shok përveç se di nga ato, nga se Allahu e sprovon në shnet, derisa thuat që Ejubi a.s. sprovohet në shnetin e ati, nuk i ngel Ejubit a.s. i shëndosh vetëm zemra, logjika dhe gjua. Me ta e falemdërën Allah dhe ngel në shtrati jo një dit, e as një muaj, as një vjet, 17 vite me radhë. Ejubi a.s. në shtrat nuk e paraqet as një ankes të Allahu Azza wa Jall. Bashkor që e vetë Ejubit i thot, ja Ejub, a nuk ish boti lutëshë Allahu, a nuk ish boti a paraqet ankesën Allahu. Ndëgjon i vlezër Ejubi a.s. qka i thot bashkëshortës e vetë, thot o i gru, kam turb dhe mare prej Allah, të janë kohëm Allah, pas 17 vite, a harove dhe 70 vite nuk kam qeni smur. Ku ti baj 70 vite, atër e i lutë Allah. Ka dalë, ma ka dalë, a harove, 70 vite me radhë. Allahu Azza wa Jall, nuk mbani të jemi smur, nuk mbani që të jem në shtratë, vetëm 17 vite se më bojmë sabër. Pra vledhët të ndërshëm, Ejubin a.s. e praktisën dhe shoqëria, vetëm din nga ata pas 17 vite që e vizitojshin, dhe ato filluan të mendojnë keq pasi që o përpit shejtani të afrohet atyre,
dhe njani nga ato tha val, sigurisht Ejubi ka bon të një gabim të madh, që 17 vite me radhi smur. I diti nga ato, tha vallaj do t'a pys. E pit Ejubin a.s. ja Ejub, qfar gabimi i ke bo Allahu tanë? Thot Ejubi a.s. nuk më kujtohet se do një gabim e kam bo përpos që në ditë kur kam kalu prandive që ishin inatos dhe ishin grind dhe njani prej atinve e përmente Allahun kus më pëlqente në këtë vend dhe në këtë ambient të përmenet Allah. Dhe shkova në shtëpim dhe i lipa falje në vend të tira Allah, që kjo është gabimi Ejubit a.s. Pra Ejubi a.s. pasi që boni sabër dhe durim, i mbushi 18 vite, vend dhe premtimi Allahut azza wa jall e nxerrën bashkëshortja e Ejubit Eljubin a.s. Si që ka në hadith të vërtet që e ka nxerrë Ibn Hibani dhe Hakimi, tregohet me hadith të vërtet, e nxerri bashkëshortja e tij Ejubin a.s. e nxerri në WC dhe la Ejubin a.s. shkon të krin një pun dhe u vanu. Vend caktimi Allahut që të shërohet Ejubi a.s. dhe lavdron Allahu azza wa jalla Ejubin a.s. me durimin e atij të madh që e bonim dhe i thot Allahu azza wa jalla ja Ejub, mshoj tokës me kom, prej kësaj toke do të dale ujë, merë atu i pastro dhe Allahu azza wa jalla të gjithë smundjet ja largon Ejubit a.s. e rikthen Ejubin a.s. në gjendjen që ka qenë, e begaton Allahu azza wa jall Ejubin a.s. për shkak durimit dhe sabrit që e boni, derisa me vrap vend bashkëshortja e Ejubit, e takon Ejubin në rrugë, thot o filan, a mos e ke pa një plak, a mos e ke pa Ejubin a.s. të sprovuar? Wallahi shumë i ngjan ti kur ka qenë i ri. Thot Ejubi a.s. unë jam që Allahu azza wa jall realizoj premtimin e atij dhe më shërojnë. Atër Allahu azza wa jall e begaton dhe ja rikthen edhe më mirë Ejubit a.s. Dhe vin dire nga që ellim, ja mbushin hambarin Ejubit a.s. si që ka anë në këtë hadith, një hambar i mbushet Ejubit a.s. me dukat dhe qetra i mbushet me argjend dhe falemdron Allahun azza wa jall Ejubi a.s. Jo vetëm kaq, po transmetohet me një transmetim që Ejubi a.s. kur është provu, jo drejtu Allahu dhe falemdroi dhe tha elhamdulillah o Zot, vërtet ti e ai cilin pa të dhon familje, pa të dhon evlad dhe pasuri. Tha po gjithashtu e ke ditë se zemra e Ejubit a.s. u pat shpërnda. Zemra e Ejubit a.s. u pat shpërnda. Pak pa të mor pjesë hise në zemrën ti me pasuria im. Pak pa të mor e vladët e mi. Pak familja ime. Elhamdulillah o Zot që mi more krejt dhe tash ti kejt zemrën ma bone të lirë për ty. Tha me ditë shejtonim se tash Ejubi a.s. nuk ka penges mes ati dhe Allahut as një sen, do ta kishte gjelëzu Ejubin a.s. në këtë gjendje që janë Ejubi a.s. Pra Allahu azza wa jall nuk e sprovoi Ejubin a.s. vetëm që të jetë për gdhelës për neve, të jetë mësim për neve, se si bani sabër dhe të jetë mësim se si Allahu ja rikthej familjen, ja rikthej evladët, ja rikthej pasurin. Allahu nuk e kalon as një të sprovuar pa e begatu me më të mira se është sprovu. A nuk e sprovu Ibrahimi a.s. me gjalin e ti Ismail, që Allahu azza wa jalla shpëtoi Ismailin pasi e kaloi sprovimin, jo vetëm kaq, po Allahu e nderoi Ibrahimin dhe Ismailin që dora e tyre të ndërton shtëpinë e shenjtë, që mos të shkon një haxhi të ban ibadet në ta, vetëm se sevapët e i shkojnë Ibrahimit dhe Ismailit a.s. Pse bash Ibrahimit dhe Ismailit? Për çka se Allahu i sprovoi dhe sprovën ata e kaluan. E sprovoi Ibrahimin, e sprovoi Ismailin
dhe sprovën ata e kaluan. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall i sprovoi dhe pejgamber qertë. A nuk është që e sprovoi Jakubin? Bani sabër që ja humbën Jusufin. Bani sabër, i humbi dhe djali dytë. Bani sabër dhe i humbën sit. Allahu ja kthej sit dhe ja kthej Jusufin dhe ja kthej djalin tjetër. Jo vetëm kaq, po Jakubin bashkë me familjen e tij e kthej në mbretërinë, si e begatoi Allahu Jusufin. O shit për disa lek. O bërgos Jusufi a.s. Allahu aja mor shpirtin Jusufit, pa ja kompenzu dhe para se me falemderu. Allahu Azza wa Jall i dhuroi mbretëri, i dhuroi pushtet Jusufit a.s. pasi që e kaloi sprovimin me Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall e sprovoi dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam u dëbua nga Mekja. Megjithatë Allahu Azza wa Jall nuk ja mor shpirtin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa e gëzu sinin e Muhammedit, pa e çliru Mekën. O kthi pejgamberi Allahut edhe një herë në Mekë, e gëzoi Allahu Azza wa Jall dhe e begatoi pejgamberin Allahut me çlirimin e Mekës, për çkak se pejgamberi Allahut u pajtu me caktimin Allahut. Gjithashtu ajo që ja leton dhe e ban që sprova të jetë e dobishëm për njeriun është që ta din ta lexon mirë sprovën. Shumë njerëz gabojnë në leximin e sprovës, nga se ndëgjojnë se Allahu ato që i doni sprovan dhe e lën me kaç, mirë po njëjtën kohë besimtari për të përfituar më shumë prej sprovës duhet ta lexon siç e kanë lexuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta lexon se sprovat ndodhin shpeshherë për çkak gjunave, për çkak gabimeve tona. Na jena ndoshta shkaktar, çdo njëri nga ne kur t'i vjen sprova, duhet ta shtin në rengen vetën e atij para se t'i shtin në rengen të tjerë. Nga se Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Nuk ndodh një sprov, nuk ndodh një bela vetëm për shkak mëkateve t'juaj, për shkak lëshimeve t'juaj, për shkak gabimeve tuaja. Dhe na treguam se në luftën e Uhudit u përgjak pejgamberi Allahut, 70 shokë të pejgamberit Allahut, 70 shokë të pejgamberit Allahut u vranë, pasuan humbje në luftën e Uhudit. A dini vëllezër për çka? Jo që e banën një mëkat. Mëkati i tyre ishte për shkak se e lanë një urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas dorë. 40 vete e lanë një urdhër të pejgamberit Allahut, që shokët e pejgamberit Allahut pastaj të dinë të lexojnë. Pra ata Omer ibn Khattabi, kur e përcjell në luftë Saad ibn Abi Waqqasin, e ndal ushtrinë dhe Saadin dhe i thot: "Dine se arma më e fuqishme e besimtarit afrika Allahut. Ja Saad, mos manite numri ushtrisë tonë. Arma më e fuqishme ndaj armikut tan a devotshmëria. Ti je më i fuqishëm ndaj armikut tan, jo me numër pse je më shumë, jo pse ke armë më shumë, jo pse je i përgatitur më shumë, po për çka se ke devotshmëri më shumë. Dhe ti e fiton luftën", i thot Saad ibn Waqqasit, "për çka devotshmërisë dhe armiku e humb luftën për çka gjunave. Nëse jeni të barabartë dhe boni të barabartë në mëkate dhe gjunaje, ja Saad të tregoj prej tashi se e ke humb luftën para se me hinë luftë me ta." Besimtarët e fitojnë luftën me devotshmëri. Njetëm një grup i shokëve të pejgamberit Allahut e lanë pas dore një orë të pejgamberit Allahut. Ndodhi problemet dhe të lashet, mirë po shokët e pejgamberit Allahut u nalën pyetën dhe thanë: "Prej nga kjo?" Allahu ju përgjigj në Kur'anin e Kerim dhe tha: "Prej juve, prej gabimeve dhe gjunave tuaja." Për këtë arsye thot pejgamberi Allahut: "Nuk ndodh një të lashe në damorin e njeriut, e as në problem në sirin e njeriut, vetëm për çka gjunojit njeriu që ja bën.
Allahu azza wa jall edhe pse thot Allahu fal shumë. Pra kur ndodhe një të lashe një nerv, kur ndodhe një nerv që të koqitet midisi, pse val ka ndodhe kjo? A dosh me ndodhe shumë më herët, me t'i këshirë gjunat e tua, me gjithata Allahu shumë herë të i ka falë. Për çka këse sa herë të meno, sa herë ruku seshde, ju ke nështrujt dikuj që Allahu azza o gjell, ta ka ndalu të nështrosh, me gjithata Allahu shpesher të ka falë, vetëm njëherë Allahu të ka kujtu, dhe ta ka ndalen, damorin, apo të ka ngacmu nervin, edhe i koqitën kemet në adven, pra vllai i dashur nga dalë të cili nuk pranon ti, me jo parull Allahu tanë, Allahu ta koqit, ta ngurëson, midisin tanë, e pastaj s'ke mundësi edhe punët e tua, private që i ke me i kri, amo kusht ka mahnit, të kanë manit dhe të kanë mashtru, një metët dhe begatit që Allahu azza o gjell t'i ka dhuru. Gjithashtu duhet besimtarja lecën sprovën ati vetës ati, kore din se Allah nuk i sprovën vetëm ato që i donë. Për këtë arsye, me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kujt Allahu t'ja donë të mirën, janë ngut dënimi në dënja për ahiret. Kujt Allahu t'ja donë të ligën, ja vonon dënimin ati. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarit, a si kur shembulli i pemës filis, apo i grunit elbi, era ka të shkoj e lakor, ndërsa shembulli i njeriut të keq, apo munafikut dhe qafirit, a si kur shembulli i shelnës, ku të vinë ernët e shkullin me roj, ndërsa besimtari thot luhatët gjastas dhe majtas, vend sprova e luhatat, edhe aj pajtohet dhe ban sabër, kalon sprova prap drejtohet. Ndërsa pisha apo shelna që ndron e fortifikuar në dunja, apo ndoshta ernët fare nuk vinë, kur të vinë stohit e shkullin me raj. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarit dhe shembulli jo besimtar. Pa transmetohet Uthman ibn Abil Asi, i cili su pa të spruhu kur njetën e vetë. Ka urkaloj në islam, filloj Uthman ibn Abil Asi me u spruhu, u anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoj Uthman ibn Abil Asin që ta ban një dua, dhe kjo është argument se besimtarin Allah e sprovon. Një njeri të pejgamberi Allah dhe i thaja Rasul Allah të du ma shumë se familjen time, tha nëse je i sinqert në atë që e thu, të përgozoj me sprova të një pas njashme, si kur pikat që pikojnë prej bokali. Pra besimtari sprovohet për të pastru dhe për të ngrit të Allahu azza o gjell më shumë. Gjithashtu, njeriu që lecojnë sprovat, nëse shikon gjalltas dhe majtas, dhe shef se nuk është i vetmi i sprovohet. Dhulkarnejni që shëtiti botën, thua se kur arriti në Babil në Irak, Osmu Dhulkarnejni ja shkrujti një letër nonës e vetë, që të ngushlon nonën e vetë dhe t'i jep gajret. Tha i nonë e dashur, gjali jot ka rrit ndërin këtë vend, Allahu e ka caktu ndoshta të jetë në këtë vend. Nëse vdes, tha organizoj një sofër të madhe, nëse kam qenë gjali dashur të ti, ftoj të gjithë në këtë sofër, mos e lejo që të hanë në këtë sofër, vetëm atos që s'kan të lashe dhe sprova. Nona Dhulkarnejnit e ban një sofër të madhe, i fton të gjithë dhe i thot, mos të hanë këtë sofër, vetëm ato që s'kan probleme, s'kan musibete dhe sprova. E shef nona e Dhulkarnejnit se nuk ullet në sofër as një njeri. E i thot, nona e Dhulkarnejnit të lumë të gjali jem, n'ke këshilu dheri sa ke qenë gjallë, n'ke dhonë nga i ret të lumë gjallë dhe të i qofsh i lumë tër gjallë dhe qoft i lumë tër dhe pas vdekje. E kuptova mesazhin,
nuk qenëshja e vetme e sprovuar. Të gjithë njerëz kanë telashe, të gjithë njerëz kanë sprova, mirë po besimtari është që i kalon sprovat kur e din se Allahu Azza wa Jall është më i dhimbshëm për ti se sa nona për fëmijët e vet, siç ka thonë pejgamberi Allahu. Pejgamberi Allahu tha Allahu është i mëshirshëm për opët e ti më tepër se sa nona për evlatët e ti. A ka mundësi nona, ka mundësi që hek një therë gjallit vet, edhe pse i dhem, për çka se thera dëmton gjallin e vet. Transmetohet me një transmetim që Ibrahim e Tejmi në kohën e Xhaxhit u bërgos, edhe kur hini në burg i pa të bërgosurit të lidhur me zinxhira me pronga. Kur u çoke njoni, u dashin kejt muqu. Kur u ulte njoni, u ulshin kejt bashkërisht. Ibrahim e Tejmi ju drejtu dhe tha: a ju të sprovuar për Allah, a ju të begatuar nga Allahu. Ndëgjoni me vëmendje, tha juve Allahu ju ka pa të arsishme me ju sprovu, me këtë sprov që e përjetoni. Pra këtregoni dhe ju Allahut se jeni të gatshëm me bo durim, pasi që Allahu në mesin e krejtve juve ju ka zgjedh me ju sprovu. Tha në kushaki njeri që flet me këtë fjalë, tha është njoni që është si ju, pritet me i ndodh ajo që ju ka ndodh juve. Pra Allahu Azza wa Jall juve në mesin e të gjithëve e ka pa të ju sprovon. Tregoni dhe ju Allahut se jeni të gatshëm të tregoni durim nëse doni të shpëtonim të bërgosmërit. I than Ibrahim e Tejmit: vallahi na ke ba që burgi të jetë më i dashër për nese me dal jashtë. Allahu mesin e krejtëve neve në pas ka pa me në sprovu. A ka nder më të madhe se Allahu Azza wa Jall me të ndalu me diçka e me të mundësu që Allahut Azza wa Jall me i tregu se ne jemi të kënaqur me atë që e ke zgjedh për ne. Ibrahim e Tejmi tha dhe unë pres për mu atë që ju e përjetonim, lusim Allahun Azza wa Jall që të në banë të durushëm me atë që e ka zgjedh Allahu për ne. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu për besimtari nuk e zgjedh veç diçka që është e dobishme për ta.